Punimet për rikonstruksionin e plot të konviktit të djemve dhe vajzave që ndodhet brenda ambienteve të shkollës industriale Pavarësia në Vlorë janë drejt përfundimit. Projekti, i cili ka nisur në fund të muajit nëntor të vitit të kaluar, ka hyrë në fazën përfundimtare të zbatimit të tij. Si zhvilloi qartësisht edhe nga pamjet në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, godina drejt fundit së ndërtuari teksa sipas informacioneve pritet që të vendoset në funksion në muajin janar të vitit 2026. Kur janë edhe afatet përfundimtare të projektit në fjalë. Sipas të dhënave zyrtare, ky projekt ka një vlerë totale prej 94.800.000 lekësh dhe financohet nga Fondi i Zhvillimit në kuadër të një programi të qeverisë shqiptare, kur përfitues është Bashkia e Vlorës. Megjithse afati për përfundimin e punimeve është parashikuar janari vitit 2026, ritmi aktual i punimeve që kanë arritur mbi 90% të realizimit të projektit, punimet mund të përfundojnë edhe brenda dhjetorit. Punimet tashmë janë përqendruar në brendësi të godinës, ku ka ende disa elementë të cilët pritet të plotësohen në vazhdimsi. Elemente detaje këto të plotësimit të godinës në brendësi me të gjithë bazën e nevojshme për funksionimin e saj dhe për sigurinë e godinës në fjalë. Gjithashtu pritet që aty të realizohet edhe vendosja e të gjithë bazës materiale, në mënyrë që të jetë gati për nxënësit e arsimit profesional në qytet dhe jo vetëm. Ka përfunduar rehabilitimi i fasadës së jashtme të godinës. Fasadës i është aplikuar sistemi kapot, i cili ofron izolim termik bashkohor dhe rezistencë më të mirë ndaj kushteve atmosferike. Pjesa jashtme e godinës ka marrë formën përfundimtare me përjashtim të dritareve të cilat pritet të plotësohen edhe me kornizën e jashtme prej ekuri për t'i dhënë më tepër bukuri godinës. Krahas saj dhe territori jashtë godinës ka nisur të rehabilitohet si një fazë e fundit e këtij projekti. Janë vendosur dritare me dopjo xham për të siguruar izolim më të mirë termik. Gjithashtu, edhe dyert dhe dritaret në të gjithë ndërtesën edhe në brendësi të saj janë të blinduara dhe me dopjo xham, ku krahas temperaturës eliminojnë edhe zhurmat. Çdo dhomë e konviktit është pajisur me sistem individual kondicionimi për kontrollin e temperaturës, si në ditët e nxehta, ashtu edhe në temperatura të ulta. Ka përfunduar gjithashtu edhe instalimi i paneleve diellore në tarac, të cilat do të përdoren për të prodhuar një pjesë të energjisë elektrike që konsumon godina. Po ashtu, është ndërtuar edhe një sistem i ri elektrik dhe hidraulik për fshirë ndriçimin dhe furnizimin me ujë të pishëm. Ndryshime strukturore po realizohen në disa zona të godinës, ndërsa ambientet e tjera po rehabilitohen plotësisht me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës për nxënësit dhe ofrimin e kushteve sa më bashkohore për jetesën e djemve dhe vajzave të arsimit profesional.